Unë jam Diana nga Letra të Fejnë. Mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit dhe gjithë ata që janë të interesuar për njërin apo tjetër arsye për dashin. Do bëjmë leximin e juaj të radhës dhe me bashkë me lexim një letër Oracle. Ja të lë këtu, vetëm një sekondë të marrë që të qëndroj letra. Ja kështu, të shikoni. Ashtu. Dhe leximi juaj. Ka dalë Kulla, Temperance, që është qëndrueshmëria, 10 të shpatës dhe Perandori, dhe në Oracle të dalin në fund. Të dashur, ajo çfarë po shikoj e java po nis me një shkëputje, të them shkëputje të fortë, diçka është duke rënë po prishet ose po mbyllet. Do të thosha pak papritur. Edhe pse shikoj që sikur është një pritshmëri aty, por jo në atë nivel. Mund të jetë një plan, një marrëdhënie pune, një pritshmëri ose një ide që e mbajes si të sigurt në një farë, deri në një farë mënyre. Në fakt të dashur, deshër kjo nuk është humbje, por është në fakt pikërisht ajo që dëshironi, heqje, largim nga diçka që nuk po qëndron më. Menjëherë pas kësaj vjen me një farë mënyrë qetësimi, që është temperance apo qëndrueshmëria. Të dashur, është do të kuptosh që sa po bie ajo që kjo kulla, sa po bie. Do të kuptosh që është e drejta. Gjërat fillojnë të rregullohen vetvetiu dal nga dal, java kërkon durim dhe maturi dhe asnjë impulsivitet të quaja. Dhe 10 të shpatës këtu se dua që të kuptoni për cilën fjalë, apo mund ta marrë në dorë absolutisht për cilën letër po bëhet fjalë, është se nuk ka më çfarë të shpëtosh nga e vjetra. Sado që duket letër e rënd, ta them unë kështu, 10 shpata mbi trupin e juaj, 10 shpata mbi ju, që shpatat janë gjithmonë mendimet tona, edhe pasqyron me një farë mënyrë kështu dhimbjet apo humbjet, investimin e juaj në atë lidhje, në atë projekt, në atë punë, në atë gjë, çfarë do që të jetë, është tregon që më e keqja ka kaluar. Çfarëdo që të jetë, apo për çfarëdo që po flasim të dashur deshë. Kjo letë thotë mbyllë kapitullin pa kthim. Pas, absolutisht, mos kërko shpjegime të tjera, mos u përfshi në drama që tashmë kanë mbaruar. Pastaj, pas gjithë kësaj vjen Perandori, nga mesi javës, do thosha, nis ndërtimi diçka e të re. E kemi dëgjuar, gjithë jemi rritur me fjalën një derë mbyllet, tjetra të hapet, dhe kjo derë që është mbyllur në fakt pa qenë të vetëdijshëm të dashur deshër, është mbyllur qëkuri, por që jo vetëm ju, të gjithë ne, njerëzit, ta them ashtu, qëndrojmë se ndoshta mund të ndryshojë diçka. Pra, nis diçka e re, më e shëndetshme dhe më e dobishme absolutisht për ju. Mund të lidhet me rritjen personale, rritjen profesionale, ide krijuese, kujdes për veten, ose një projekt që ka vërtet një potencial të madh. Në gjithë këto çfarë s'duhet të bëni, duhet të koncentrohemi në këtë, ajo çfarë po vjen, po, por që dhe që çfarë nuk duhet të bëjmë, të dashur deshur, mos u hakmer. Çfarë do që ndodh, mos u hakmer. Mos u justifiko, apo mos u mbaj të ajo që ka rënë, që është rrëzuar, është larguar, është kambaruar, vetëm nga frika e bërshllukut që haman mos ka ndonjë shansë apo ndonjë gjast të kthehet.
Boshllëku është hapësirë për diçka më të mirë, sado që mund të ndiheni tani. Dhe letra Oracle është goxha një letër e bukur. Shikojeni vetë, është në gjuhën norvegjeze, por që mund ta përktheni lirshëm, sot i bëjmë të gjitha përkthimet dhe let. Thot, ëndrat bëhen realitet. Por vetëm pasi të lë pas atë që nuk funksionon më dhe vërtet të jesh, ta them, dhe gati dhe ta pranosh. Kjo javë është kalimi nga rënimi tek krijimi të dashur deshër. Pra, kur të shëmbet e vjetra, ndërtohet e reja dhe akoma më fort. Jo që domosdoshmërisht më e fort në atë kuptim, po që më të fort jemi ne dhe dim çfarë duam shumë më mirë se herën e kaluar. Pra, diçka është duke përfunduar këtu, por që do jetë një rindërtim apo një rikrijim i juaj në mënyrë shumë më të mirë se që ishte ajo e para.